Në seancën e dyshkurtit të vitit 1924, Parlamenti Shqiptar mbajti 5 minuta zi. 2 ditë më herët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kishte ndarë nga jeta presidenti amerikan Woodrow Wilson. Gjatë bisedimeve të Kuvendit Kushtetues më 4 shkurt të vitit 1924, kryetari i Reu Fico tha se pa hyrë në bisedimin e rendit të ditës, dua të bëj një proponim. Me hidhërim morën vesh se ish-kryetari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Wilson vdiq, duke marrë parasysh shërbimet e mëdha që i ka bërë Shqipërisë, proponoi të bën 5 minuta pushim, si shenjë hidhërimi dhe të hiqet një telegram ngushëllimi familjes së të ndjerit. Kërkesa e deputetit u pranua dhe seanca u ndërprer për 5 minuta, por rikthimi në këtë seancë i ndau deputetët shqiptar në 2 kampe, ideologjikisht të kundërta. Jashar Erëbara tha se para se që të hynin në bisedime me njëri tjetrin, proponoi të bëhen 5 minuta pushim edhe për Leninin. Nëse Wilsoni do të fliste për të mirën e Shqipërisë, ma tepër do të fliste edhe Lenini për një Shqipëri të madhe, shpreh Erëbara thokoe. Kjo kërkesë e deputetit për të përkujtuar vdekjen e themeluesit të Bashkimit Sovjetik të ndarë nga jeta më 21 janar të atij viti, pra vetëm 10 ditë para presidentit amerikan, shkaktoi hilaritet në sallën e Parlamentit të Shqipërisë. Avni Rustemi u përgjigj duke thënë: "Ma vjen shumë keq zoti kryetar që kur përmendet emri Leninit, dëgjojnë qeshje nga ana e disa përfaqësuesve të kombit. Nuk duhet që Shqipënia të jetë bolshevike, sepse gjendja dhe pozita e saj nuk e don, por për principet e larta njerëzore duhet që me një respekt të zgjedh në gojë emri i tij." Në këtë seancë plenare mungonte Fanoli, i cili pak muaj më pas do të bëhej kryeministër i vendit. Në seancën e radhës me 11 shkurt, Noli mban një nga falimet më domethënëse të tij për të vlerësuar figurën e presidentit amerikan të ndarë nga jeta. Në bisedimet e Kuvendit, Fanoli shprehi: "Amerika dhe tërë bota vajtuan këtë ditë vdekjen e Woodrow Wilsonit, të 28-it president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pranë Amerikës merr pjesë në këtë zgjedhje dhe Shqipëria, e cila qa në fytyrën e tij, Amerikanin e madh, idealistin bujar dhe mbrojtësin e saj më të fortë. Titulli amerikan mjafton që ta bëjë popullin ton të marrë pjesë në çdo vajtim të Amerikës, se që të gjithë e dimë se sa të mira kemi parë prej saj, që me 1900 Amerika ka qenë kurbeti më i madh i shqiptarëve, që me 1914 kur Shqipëria u shkel prej të huajve, Amerika u bë vendi ku shqiptarët shkonin për të shpëtuar jetën e tyre e për të fituar bukën e fëmijës. Për të 25 vjetët e fundme, Amerika ka qenë për shqiptarët një fushë pune dhe një shkollë, një fushë pune ku fitonin aq para sa ishin të zotët, dhe një shkollë ku mësonin respektin e kanonit, disiplinën, vlerat në organizimit dhe detyrat kundrejt adeut, kështu që ktheheshin në Shqipëri krejt të transformuar dhe njerëz me idera të reja. Për të kuptuar sa influencë ka pasur kurbeti i Amerikës në Shqipëri, arrin ky shembull i vogël, shpreh Noli. Në një fshat të fushës së Korçës, prej 90 shtëpish, kam gjetur 40 veta që kishin qenë në Amerikë dhe 40 veta të tjerë, të cilët janë në Amerikë sot. Me fjalë të tjera, çdo shtëpi ka patur nga një djalë atje. Mund të thuhet me siguri që 80% prej shtëpive të reja të Shqipërisë jugore janë ndërtuar me para të fituara në Amerikë. Për qetësinë e cila mbretëron në Shqipëri në shkumbin dhe veçanërisht në llobëri, e cila ka qenë gjithnjë e turbulluar, ka një shkak dhe ky shkak është kurbeti i Amerikës. Se atje Tosca dhe La Britano bën punëtor të urtë, qytetar dhe patriot modern, nënvizonte Fanoli. Fjalimi i Nolit vijoi më tej me analizimin e rolit që diaspora e Amerikës kishte luajtur në Shqipëri. Madje ai i evidenton se Kongresi i Lushnjës i vitit 1920 që shënoi një ekses të madhe për shtetin shqiptar, duke ngritur një qeveri të përkohshme që synonte të shpëtonte Shqipërinë nga coptimi dhe të vendoste themelet të pavarësisë së vërtet, kishte buruar në fakt indirekt nga shoqata e shqiptarëve të Amerikës Vatra, po teksa evidentonte në fjallim të mira që kishin ardhur të shqiptarëve nga shqiptarët e Amerikës, Noli ndalli për të përmendur në fjalimin e tij të mira që kishin ardhur Shqipërisë direkt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 1914 kur u shkel Toskëria dhe rradh më mira refugjat në Vlorë kur vdisnin nga jetët në Uria dhe nga e ftohta, vetëm një vend u kujdes të dërgojë ndihmë tyre të mirëve, dhe ai vend është Amerika. Pas luftës kur Shqipëria ishte shkretuar dhe e plagosur prej vaje zgjeve të huaja, prap Amerika dërgoi kryqin e kuq që të lehtësonte vojtjet, dhe një nga të vetën, mos të them e vetmja shkollë moderne që kemi është ajo Amerikës, shkolla teknike. Dhe kur themi Amerikë na kujtohet një emër se që të gjithë kanë ngjarkur nga shtëpia e bardhë e Washingtoni dhe administronte Shtetet e Bashkuara i shkëlqyeri dhe i shumë vuajturi presidenti Wilson. Pasi bën analizën e tij të gjatë dhe plot me figura letrare për jetëshkrimin e ish-presidentit amerikan, Noli ndalli në rolin e tij direkt në rikonfirmimin e pavarësisë së Shqipërisë. Noli tregon se presidenti amerikan Wilson e kishte takuar në vitin 1917 në jatin e tij me rastin e 4 korrikut festës së Amerikës.
E kam njohur këtë kalorës të kohëve të harruara në një kohë tragjike, me 4 të korrikut të 1917 në yatin e tij presidencial Mayflower, kur i rrethuar prej kabinetit, prej trupit diplomatik dhe prej përfaqësuesve të rastave të ndryshme në Shtetet e Bashkuara, shkonte te varri i Washingtonit për të prononcuar të parin diskurs luftëtar. Atëherë ju afrova dhe i bëra një apel në emër të kombit ton, fatëzi dhe përgjigjen e tij bujare, e mbaj mend sikur po e dëgjoj sot. Një zë do të kem në Kongresin e Paqes dhe atë zë do ta përdor për të mirën e Shqipërisë, dhe e mbajti fjalën e tij. Në janar 1920 një erëzie dhe dëshpërimi kishte rënë në gjithë anët e vendit tonë, i cili qesi një i vdekur në agoni. Projekti i coptimit të Shqipërisë i reduktuar prej alatëve ishte njohur dhe pritej vetëm një firmë që të bëjë një fakt definitiv. Firma që mungonte ishte ajo e presidentit Wilson, firmë që nuk u vona atë projekt aq të padrejtë. Presidenti Wilson e vetëm që nuk e vuri firmën, por u përgjigjte me 2 nota, në të cilat mbronte të drejtën e Shqipërisë së vogël për vetë qeverim. 2 nota që janë 2 xhevajiret më të ndritshme të karrierës së tij të shkëlqyer. Ato nota ndaluan coptimin e Shqipërisë dhe nga vanë në rastje të marrin frymët gatitim lirinë e Shqipërisë, si gëzojmë sot. Amerika, ajo nën bujare që i ka dhënë botës Wilsonin, ka për të nindur dhe të tjerë kalorës si ai. Presidenti Amerikan Wilson promovoi idenë që çdo kom duhet të ketë të drejtën për të qeverisur vetveten, thoshte Noli në mbledhjen e kuvendit. Wilson është shumë i vlerësuar nga shqiptarët për rolin e tij në mbrojtjen e pavarësisë së Shqipërisë në konferencën e paqes në Paris në vitin 1919. Në këtë konferencë fuqitë e mëdha kishin propozuar ndarjen e Shqipërisë mes fqinjve. Wilson e kundërshtoi prerëzik të plan, duke parë si një padrejtësinë e shqiptarëve, duke deklaruar se asnjë vend nuk duhet të ndajë pa pëlqimin e popullit të tij. Pandërhyrjes së Wilsonit Shqipëria mbijetoi si shtet i pavarur dhe më vonë në 1920 fitoi njëja ndërkombëtare, duke u antarësuar në lidhjen e kombeve. Në ana tjetër, Wilson ishte një nga arkitektët kryesor të lidhjes së kombeve, organizatë e cila kishte për synim promovimin e paqes dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Por mirënjohja e Nolit ndaj presidentit të ndjerë amerikan nuk do të ndalej vetëm në fjalimin e mbajtur në kuvend në muajin shkurt të vitit 1924. Po në atë seancë kur Noli mbajti fjalimin, tha ikonica në cilësinë e përfaqësuesit të Federatës Vatra, i kishte dërguar parlamentit shqiptar një telegram ku propozonte që skela e Sarandës ose Shëngjini të emërtohej në nder të presidentit të ndjerë amerikan. Propozimi erdhi në një kohë kur parlamenti ishte përfshirë intensivisht në debate të forta për problematika që kishin ndodhur në zgjedhjet e dhjetorit të vitit 1923, ndaj edhe palët debatuan për këtë propozim. Po ashtu nuk munguan as kundërshtit ndaj këtij propozimi dhe parlamenti u nda në 2 palë, ku njëra palë kërkonte rrëzimin e plotë të tij, ndërsa pala tjetër që çështja i kanonte komisioneve parlamentare, e më pas të vendosnin se cili qytet port du të emërtohej Wilson, Saranda apo Shëngjini. Mes tyre debateve të forta, dallgërësia vetme që u gjet ishte që ky propozim të protokollohej në kuvend në një moment të dytë. Pas kësaj seance, situata do të tensionohej së tepër, mia shkak do të ishin zgjedhje parlamentare që ishin mbajtur 3 muaj më parë, ku kishte pretendime për dhunë e shkelje të rënda në proces. Këtyre debateve do të shtojë edhe vrasja e Avni Rustemit 2 muaj më pas, e më vonë qershor do të ndodhte edhe përmbysja e pushtetit dhe në krye të qeverisë do të vinte Fanoli. Ky i fundi nuk do të haronte propozimin e bërë në seancën e shkurtit dhe në 2 gusht, në të njëjtën ditë kur 6 muaj më parë ishte ndarë nga jeta ish presidenti amerikan Wilson. Noli do të miratonte vendimin që qyteti port shqiptar që do të merrte emrin e ish presidentit amerikan të ishte Shëngjini. Kam derin të paraqiste shkëlqyeshmit Këshill të Lartë se Këshilli Ministerial në bisedën e tij me 2 gusht 1924, me propozimin e kryetarit të Vatrës në kuvendin kushtetues, vendosin ndërimin e emrit të Shëngjinit në Wilson. Pra ky këshill lyp pëlqimin e aprovimin e atij të shkëlqyeshmit Këshill të Lartë, pritni shkëlqjes nderimet e mia më të larta, thoshte Noli. New York Times do të raportonte kablogramin që kryeministri Noli kishte dërguar Federatës Pan-Shqiptare e Vatra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku i njoftonte për vendimin e marrë. Shqiptarët e kanë ndjerë këtë në masë të madhe sepse ishte fal interesit të Woodrow Wilson, që vendi i tyre u shpëtua nga ndarja gjatë ndryshimeve pas luftës në Europë, shkruaj në artikullin e New York Times të 12 gushtit 1924. Në këtë mënyrë, pas 21 gushtit kur vendimi hyrë në fuqi, çdo shkresë zyrtare që kishte lidhje me Shëngjinin u përdor me emërtimin Wilson, por ky propozim zgjati shumë pak në kohë, aq sa dhe vetë qeveria e Fanolit që do ta mbyllte kapitullin pas 6 muajsh në dhjetorin e vitit 1924. Qeveria që erdhi në pushtet pas sigjes së Nolit nuk e avancoi më tej përdorimin e emrit të Shëngjinit, ashtu sikurse edhe popullata që paste vështirësi të përshtatej me emrin amerikan, që mbeti më shumë si një akt ku Shqipëria tentoi të shprehë në një mënyrë të ndryshme me njohjen që kishte ndaj ish presidentit, i cili konsiderohej dhe konsiderohet ende sot miku i madh i shqiptarëve.